Shkencëtarja shqiptare në SBA drejt një zbulimi premtues kundër kancerit. Një shkencëtare e re shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tërheq vëmendje për një zbulim premtues në fushën e kërkimeve kundër kancerit pas 4 vitesh punë intensive shkencore. Eranda Berisha po përgatitet të prezantojë doktoraturën e saj në inxhinieri gjenetike dhe në shkencë të teknologjive celulare në Universitetin e Teksasit në Dallas, ku lumtimi i saj është fokusuar në mënyrën se si zhvillohen dhe përhapen viruset që lidhen me kancerin. Studimi i saj analizon virusin KSHV, i njohur si shkaktari i sarkomës së kaposit, një formë e rrallë e kancerit. Gjatë kërkimeve, Berisha identifikoi proteinën FABP4 si faktor kyç që ndikon në virusin të shëmohet dhe nxjerr zhvillimin e qelizave kancerogjene. Zbulimi shpjegon se virusi manipulon yndyrnat brenda qelizave njerëzore për të mbijetuar dhe për të përhapur, një gjetje që studiuesit besojnë se mund të hapë një rrugë të re për trajtimin më të avancuar kundër këtij kanceri në të ardhmen. Projekti është mbështetur prej disa institucione prestigjioze ndërkombëtare, përfshirë Chan Zuckerberg Initiative, Cold Spring Harbor Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University dhe Imperial College në Londër.